me që se gjitha ibadetet synojnë afërsinë e robit me krijuesin, këtu është diçka tjetër, ndodhe një fenomen tjetër. Gjatë muajit të Ramazanit ndodhen e kundërta. Zoti i afrohet robit. Se Allahu i madhruar kur flet për obligoshmërinë që kemi ne që të agjerojmë, pra që është fars i ibadet, dhe tregon se kush e ka për obligim, kush është i lejuar që mos agjeroj, me njerë mbas ajeti vijues është i cili flet dhe thot të pyesin ty. Kush? Agjeruesit. Ku është Zoti? Allahu thot inni qarib. Unë jam afër. Nuk i thot Muhamedit a.s. o Muhammed, thua ju se Zoti është afër. Por Allahu me mbi vete dhe thot se unë jam afër robit tim. Dhe këtë e lidhim me atë bisedën që pat profeti Musa a.s. i cili duke shpresuar se është një rob i devotshëm, i dashur i Allahut, një ditë i tha, ja Rab, o Zoti im, këtë shpallje që i pranoj unë, dhe që jam shumë afër madhërisë tënde, a do t'jetë dikush më afër se unë që jam tani, që bisedoj dhe pranoj fjalët tua të shenjta? Allahu i madhëruar i tha, ja Musa, o Musa, do t'jenë një ummet, i cili ummet do t'agjeroj, dhe agjerimi do t'i lodhë. Dhe para iftarit, kur agjerusi do të më lutet mua, ja Musa, tani që bisedojmë ne, me smeje dhe te janë 70.000 pengesa. Ndërsa me smeje dhe agjerusi nuk do ketë faras një penges, subhanallah. Allahu Akbar. Pra të lutemi para iftarit. Kjo është shansa më e madhe e jetës tonë. Pra mundësia e parë që duhet të shfrytëzojmë ne është të ndryshojmë veten tonë karshi Zotit. Të është afruar rahmeti Allahut. Të është afruar ndihmesa e Allahut. Çfarëdo lloj problemi që ke jetë, Allahu Samet. Allahu është që robi do t'i drejtohet dhe të kërkojë çare. Se çdo kuj që t'i drejtohemi ndoshta mund të na refuzoj, të na premtoj dhe të thej premtimin, besoni se Zoti nuk ka lënë krijesat e veta që t'i dëshproj. Nëse e vonon, thonë dietarët, se Allahu atë që e don, ja vonon se mburet me banorët e qiellit, duke thënë, o ju banorët e qiellit, shihni sa i bindët është, sa i qëndrueshëm dhe sa këmbgulës është robi im dhe din ku i kërkon. Pra, kërkon një këmbgulësi nga ana e robit që ai të qëndroj në besën që ja ka dhënë.